Për këtë masakra është. Institucionat shtetërore, pas luftës, pra, ju kanë kërkuar juve ndonjë material? Të kanë qenë në kohë mësaj përket këtyne grumbullimit të materialeve, duke marrë parasysh që askush dëmo kriminali Ballkanit Slobodan Milošević dëmo kanë ndru jetë edhe pa marrë as i dënim. Edhe shumë kriminal tjerë serb dëmo si jetojnë asad edhe në Kosovë jetojnë domethënë jetojnë jetën sot në Kosovë domethënë ma lirshëm se unë, sepse unë nuk e kam jetën domethënë në Kosovë të lirë që kanë edhe serbët që kanë bërë krime në Kosovë, po edhe si kretë populli i Kosovës. Sepse jam i rrezikuar prej shtetit serb dhe prej shumë personave shqiptarë në Kosovë. I rrezikuar sepse i pengon ende puna ime. Personave shqiptarë po thoni, sepse për shtetin serb e dim, pra ka qenë një deklaratë publike e presidentit Vučić për ju. Presidenti serb Aleksandar Vučić dhe mo vitin e kaluar nuk ka kërcenu dhe mo publikisht me gjithë gjeneralet serb. Vetëm për shkak të grumbullimit materialeve që keni bërë? Po normal ka handi puna asat shaules për neve është një pengesë shumë e madhe. Po për fat keq asë një institucion i Kosovës së më pa kontaktu dhe i sad apo me ma afru një mbrojtje, një siguri. Apo një siguri, ke ka taku Ministrisë punëve të mbrëmshme. Po kërë më shku në Ministri punëve të mbrëmshme dhe më kanë përzon për e Ministrisë, vitin e kalun. Më të s'ki nevoj marrë këtë dhe sot shumë takime në mojtë për kush e rreziku në Kosovë dhe më një të fare nuk u përmend në të takime. Dhe më kanë qitë jashtë. E pse po ndodhë kjo? Po, kjo ndodhë normal që do të më ndodhë në Kosovë. Nuk është e gjyditshme, po tani? Se nuk është gjyditshme me vetë faktin që gjatë luftës, statistikat janë që në vitin 97-99 në gjithë botën janë përmi 25 milion shqiptarë, edhe thirrës për liri ju kanë përgjigj vetëm 11.000 shqiptarë. Kjo e bjen që nuk e kanë përgjigj dhe ma 0.01%. Edhe nuk është çuditshme sa 25 milion shqiptarë po thonë janë në gjithë botën. Po, gjatë 97-99. Po ju thatë... Dhe 11.000 kanë përgjigj thirrës për liri. Shteti i Kosovës nuk reagon për këtë. Jo... S'ka reagu asnjëherë. A është e çuditshme pra që... Po, shumë edhe sepse kum gjetën shumë paramilitarë serb që kanë bërë masakra në Kosovë, kanë bërë në qësht pëjes masakra, e kam gjetë biografin, e kam gjetë me fakte krimet cilët i kanë bërë në Kosovë, e kam gjetë venin ku jetojnë, edhe e kam gjetë shtëpin ku jetojnë në Kosovë, edhe më kanë thonë se këta kanë drejt me jetojnë në Kosovë. Kush ka thënë kështu? Shteti i Kosovës, sepse është mbrana shtetit Kosovës dhe më në prokurori në STOSI ka njerëz njerëz të bijës që kanë bashkëpunu para luftës edhe mas luftës për fat keq janë këto institucione që ne si individ nuk mundna me bëj kurrë gjë.